Zgjidhje politike e kompromise kërkoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, derisa foli për dialogun Kosovë-Serbi gjatë qëndrimit të tij të martën në Kosovë. Ai tha se dialogu është e vetmja mënyrë për të zgjidhur çështjet e hapura. Për ta shtyrë përpara këtë dialog, të dyja palët duhet të shfaqin fleksibilitet, të bëjnë kompromiset e duhura dhe të fokusojnë në dobit afatgjate. E kuptoj plotësisht që kjo kërkon vendime të vështira, por që duhet të shohim atë pamjen më të gjerë. Normalizimi sjell stabilitet më të madh, më shumë mundësi investimi dhe pastaj siguri më afatgjatë për gjithë rajonin. Prap në dobi të të gjithëve. Dhe ky është mesazhi që unë do të vazhdoj ta theksoj para gjitha palëve që i takoj në rajon. Shefi NATO-s foli pas takimit që zhvilloi me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani, ku ndër të tjera tha se zgjidhja për një paqe afatgjatë është politike. Jemi plotësisht të gati për të përgjigjur çfarë do lloj zhvillimi të sigurisë. Në këtë kuptim shpresojmë të shohim një bashkëpunim edhe më të thellë midis institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it në këtë drejtim. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. NATO-ja do të vazhdojë të luajë rolin e vet në mandatin e vet për sigurinë e të gjithëve. Këtë e bëjmë në bashkërendim të afërt me policinë e Kosovës, si dhe misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë, EULEX. Zgjidhja për një paqe afatgjatë është politike. Në konferencën e mbajtur të martën në Prishtinë, shefi NATO-s u pyet nëse aleanca ka ndryshuar qasje sa i përket transformimit të FSK-s në ushtri. Mandati është që të sigurohemi që FSK-ja të jetë efektive në rolin e vet humanitar këtu në Kosovë. Nuk është ndoshta që lidhet me Kosovën, por gjendjen e përgjithshme në Ukrainë. Kështu është mandati saktësisht i NATO-s për ta ndihmuar FSK-n që të jetë më e mirë si forcë humanitare